Autoriteti rrugor shqiptar, në një njoftim të bërë këtë të ejnde, ka përditësuar situatën në lidhje me shembjet dhe punimet që po kryen në Dragostunj. Në njoftimin e bërë, ARSH thot se po punohet për heqjen e dherave në rrugën ekzistuese për t'u hapur terreni ku do të vendosen sondat për t'u kryer studimi gjeologjik. Po ashtu, ARSH njofton se ka nisur puna për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Sa i përket aksit të ri në ndërtim, autoriteti rrugor njofton se pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të bëhet ripunimi i projektit të zbatimit. Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punën me intensitet të lartë në disa fronte, me synim zgjidhjen sa më të shpejtë të situatës së krijuar. Aktualisht po punohet për heqjen e masave të dherave në të dy anët e rrugës ekzistuese, me qëllim hapjen e terrenit ku do të vendosen sondat për realizimin e studimit të detajuar gjeologjik dhe për vlerësimin teknik të zonës pas rrëshqitjes. Paralelisht, me një mobilizim të shtuar të mjeteve të rënda, kanë nisur punimet për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Rrjedha po orientohet në krahun e majt, për të krijuar hapësirën e nevojshme për ndërtimin e një rruge alternative përgjatë linjës hekurudhore. Pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të kryhet ripunimi i projektit të zbatimit për aksin e ri rrugor Elbasan-Librazhd-Qaftan, thuhet në njoftim.